Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të premte datë 23 maj. Gazeta Telegraf hapet me lajmin 2 palë deputet ata në ikje mbushën xhepat të rinë nga tiqesen e diplomës. Edhe pse muaj prill ishte muaj fushate dhe kuvendi ka qenë i kyçur, kjo nuk i ka penguar deputetët të përfitojnë nga statusi special, plot 15 milion lek për rimbursim karburanti. Revolta e Spaçit, ashtu siç ka ndodhur në 21 maj të 1973-shit. Kryeministri Rama ritëm teti lart për objektivin e mbylljes së negociatave në 2027-ën, Shqipëria hap negociatat për grup kapitullin e 3. PD denoncon një farsa elektorale e 11 majit me skemën e trenit bulgar, Sali Berisha, qeveri teknike dhe zgjedhje të reja. Eksod për shqiptarët dhe pagesa faturash miliona euro për inceneratorët e Zotës dhe Mërtirit në Arati, projekti për Shqipërinë. Në gazetën Dita mund të lexoni letër një kameleoni, përgjigje Agronit për artikulimin e neveritshëm të 2 ditëve më parë me titullin bombastik, një reflektim mbi pasojat e zgjedhjeve, krizën e demokracisë dhe figurën e Berishës. Përgënjeshtrohet në orët e vona të mbrëmjes lajmi tragjik për vdekjen e Artan Lames. Më në brendësi mund të lexoni Maduro mashtron për mafjen shqiptare, përfaqësimi grave në kuvendin e ri, hulumtimi. E pa precedent, Trump dalon regjistrimin e studentëve ndërkombëtar në Universitetin e Harvardit. Më në brendësi mund të lexoni po ashtu rrëfimet shqiptare për tërmetin e Kretës. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni shenjat që tregojnë rëndimin e astmës. Gazeta Panorama hapet me lajmin negociatat me Brukselin, një tjetër grup kapitull, Rama pa ndalim drejt Shqipërisë 2030. SPAK sekuestron 2 prona të Veliajt te Kodra e Diellit, Anuel Aristani ja shkarkon bashkëpunëtorët nga bashkia. Ndërhyrja e vështirë në zemër në një spital në Gjermani, Artan Lame në komat cerebrale. Berisha nxjerr provat, kërkon qeveri teknike, zgjedhje të reja. Tenderi që Dritana Golli ja dha ortakut të djalit të tij, procedura e dyshimt. Nga projekti të ndërtimi urës me harqe, çfarë zbulojnë dokumentet. Gazeta Panorama Sport hapet me lajmin çmendet flamurtari 5 milion euro për sezonin. Qershori ja kur kombëtarja ka bërë histori. Broja në listën e zezë të Chelsea, takim Silvinho Sadiku. Shqipëria U17 dorëzohet para Gjermanisë. Bala i qëndron në Shkodër, Nikaj problem mbrojtja. 8 lojtar jashtë planeve, Daiu, unë do t'i isha 7. Tirana paqe me Apollonin, Shkëmbi këtu drejtoj unë. Nata e madhe, Napoli apo Interi, kampion Italie. Shpenzuesit më të këqij asnjë si Manchesteri. Modric njofton lamtumirën, Flick 3 tituj asgjë. Nagelsmann 2 surpriza në listën e madhe. Atleti Franco Burraj këtë rekord nuk e prisja.